Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi përsëri në episodin e radhës së Kosova tjetër. E sot kemi ardhur në periferi të Prishtinës, më saktësisht te Proji i Njelmt, ku do zhvillojmë një ndërvisë me banorin e këtij vendi e gjithashtu një bletar tash e sa vite. Për më shumë do na prezantoj ai punën e tij dhe vendin e tij. Përshëndetje, shumë faleminderit që na pritët fillimisht. Faleminderit edhe juve për ardhjen e juve dhe për interesimin për bletën, përgjithësi. A kështë mujtë një prezentim të shkurt me marë për juve? Po, unë jam Maliq Koskoviku, do më thonë jam bletar me përvoj bukur të mirë, dikun 30 vjeqare, ku më fillu me 3 koshere, tash i posedoj dikun ofër 300 koshere, do më thonë i kom 3 pika dhe bletishtes, do më thonë unë 3 vende, i kom të përqendrume, do më thonë në kullot, gjatë verës, kështu që punët më të mëdha janë pothuajse tash, pak ka fillu me sjell në hektar, edhe punët bëhen për zgjerimin e koshereve, për mbrojtjen e tyre të mos ndahen, do më thonë ose në popull njihet si lëshurja e bletës, mirë po është ne pak mundohemi ato të mos lejojmë të lëshoj bleta, mirë po edhe në qoftë se vjen ajo duhet bëhet në mënyrë profesionale që mos të humbin edhe rojitja. Do më thonë ajo e cila del, ajo është një farë rojitje, mirë po duhet të bëhet në mënyrë profesionale. Shkojmë në zgjerimin e kateve, do më thonë rritjen e kateve, hojet e reja vendosen edhe kështu e përcjellin punën. Për shkak se deri me tani gjitha punët e pranverore është dashur të kryhen, do më thonë për trajtim me këtu gjithat deri tash është dashur të kryhen, tash vetëm i përcjellim zhvillimin e bletës edhe presum të rezultatet e punës deri më tanishme të vjelim. Po ndalim pak të profesionit si bletar. Si është profesioni një bletari? Nuk është një profesion që rastisim shumë shpesh, sa dëm për kushtem, sa dëm punë? Profesioni bletarit është, unë e kisha me thonën, numër 1 është bletën ai i cili nuk e don, ose shpesh ceku dyqysh duhet me konë me dasht ose i dashurum bletën. Për ndryshe bleta nuk është bash lehtë të kultivohet ose rritjen e bletës, shkaku që është mjaft punë e mundeshme, është mjaft punë e ronë, vetëm bletarët të cilët e donë me shpirt, si të thuhet ashtu, bletën, ata mbijetojnë edhe ata kanë sukses. Për qef, une ndëgjoj shumë prej ty bletarve, që thët, une du me marë për qef, kjo nuk është për qef, kjo për qef mohet, mirë po duhet me pa si biznis, sepse shumë prej bletarve kanë punë të dytë ose të tretën, une e kom punë primare, do më thonë është vetëm me këtë punë merna, kom pas tjetër profesion ma heret, mirë po në kohë fundit e kom vrejtë se qofse nuk përkushtohesh 24 orë pranë bletës, atëherë nuk ka sukses. Bletës, do më thonë, gjithmonë duhet me punu në bletën edhe me përcjell rritjen e saj, duhet me përcjell gjendjen shëndetësore të saj, duhet me përcjell se shpesh herdin edhe natyra, edhe me na mashtru mund ndodh që t'jesin edhe pse është koha e mirë mund të jesin edhe pa ushqim, gjatë zhvillimet e saj, kështu që duhet në mënyrë profesionale më marë, ose për ndryshe nuk ka sukses, se ka shumë pej bletarve, do më thonë dykun 10 bletar hynë në bletari, ose jesin 2 ose 1, do më thonë 80% tyne, është punë e ronë, është punë vetëm ai që e donë edhe punon me përkushtim, puna i lehtësohet, do më thonë, unë për veti bletën, do më thonë, e shoh si argëtim kur punoj në të, edhe pse është punë e ronë. Po ndalemi edhe te apiterapia.
Fillimisht apo na tregon ndoshta edhe për gjithë shikuesit cilë nuk kanë shumë njohuri se çka është, si funksionon, na njofton pak edhe me terapinë, më gjërësisht me na tregu si është. Përpos të mirave, domethënë në koshere gjindet, është në farë lloj mënyre, është edhe minierë. Domethënë e kemi qumshtin e bletës, e kemi polenin, e kemi propolisin, e kemi helmin e bletës, edhe e kemi në fund mjaltin. Për mjaltin thuhet se dikun i shëron deri 25 smundje, mirë po unë kisha me thonë se ajo ma shumë i parandalon. Mirë po, në kohët të fundit kena fillu me praktiku, për mu është viti 5, jam ndër të partë, mos me thonë jam i pari, cilën e kom bo hapjen e apiterapisë, domethënë nga ajri i kosheres ka përfitimet mëdha, shumë të mëdha, sidomos për organet e frymarrjes, njerëz të cilët kanë probleme me frymarrjen, kanë shumë sukses. Është kundër alergjive, sidomos kundër alergjive të polenit, pluhrit, me këto, që si me thonën, me këto kitjetën e re, domethënë është pak vështirë me thonë se pej pastërtisë tepërt, eliminohen edhe ato bakteret të cilat janë të dobishme për trupin e njeriut, domethënë krejt antibakterial, mirë po kur klient për shembull që vinë këtu thonë se mrana në shtëpi nuk kanë probleme, mirë po si del jashtë, hasin në probleme të shumta, shkaku se ajri pak është tjetër, natyra është diçka tjetër, edhe këtu është edhe kundër alergjive, është sidomos për organet frymarrjes, kanë pas sukses për sinus, kanë pas sukses për bajame, për bronhitis, asum, ka sukses, mirë po, mvaret krejt pej sa kohë duhet të jetë në tretman, në apiterapi, dikush e kalon me 6-7 seanca, diku i vyn 10, 15, 20, mirë po, sidomos për organet frymarrjes ka shumë sukses. Si shkon si proces për me u shëru, për me përdor? Ky proces shkon, domethënë është vetëm vjen këtu, është përmes ajrit të bletës. Domethënë e kemi pothuajse kryesori është propolisi, është dylli i bletës, e ka atë aromën, që dylli i bletës përdoret edhe në shumë gjëra tjera, se kjo është qumshti i bletës, është mjalta, helmi i bletës, mirë për helmi i bletës është kjo toksinoterapia, unë e praktikoj, e cila është kundër gjitha smundjeve të reumës. Ndihmon shumë në nyjen, domethënë ato dhimbjet është njihet edhe ka qenë një emision për shembull për helmin e bletës, që sidomos smundjet, ka efekt smundjet kanceri, sidomos në smurjen në kancerin e gjirit, ka shumë sukses. Këtu e kum pa pe një emisionit të televizionit australian, ka sukses. Këtu gjithase apiterapi, domethënë api është bleta, terapia është tretman. Këtu domethënë gjitha hyn me mjalt, me propolis, me polen, me helm bletës, domethënë këtu gjitha hyn në tretman domethënë të apiterapisë. Ajri i bletës i ka gjitha këto aroma, domethënë, plus e ka edhe era e bletës. Njeriu e ndin veten sikur kur të jetë në natyrë, kthehet në natyrë origjinale. Është. Aroma e bletës ndihmon shumë, sidomos në organet frymarrjes, ka sukses 100%. Unë të falenderoj shumë për neve shumë kënaqësi të shumë bashkë sot. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova tjetër. E ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend tjetër. Deri atëherë.